Do të vazhdojmë bisedimet për zgjerimin e Bashkimit Evropian në këtë summit dhe si është i fundit, por jo në listën e shteteve për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Faleminderit kryeministri Edi Rama që jeni pjesë. Faleminderit dhe kërkoj ndjes që nuk jam pjesë e këtij eventi fizikisht me ju, por kemi pasur disa probleme teknike të cilat unë nuk i planifikoja dot. Shpresoj që herë tjetër jeni prezent me ne dhe faleminderit që jeni me ne online për këtë event të viti. Jemi në 12 minuta me kryeministrin Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë. Siç është dëgjuar nga reporti i sotshëm dhe nga Marta Kos, Shqipëria është në vendin e parë dhe jemi në një momentum shumë të mirë për hapjen e klasterit të fundit për në Bashkimin Evropian. Pra kemi një report shumë pozitiv. Si e vlerësoni ju? Reporti është shumë pozitiv dhe gjithë viti ka qenë ekstremisht pozitiv. Ne kemi hapur 5 nga 6 klasterat të kapituit në 11 muaj. Në termat e shpejtësisë është një rekord, është diçka që vetëm vitet e fundit nuk kishim shanse ta imagjinonim, dhe vetëm mund ta imagjinonim, por për këtë arsye jeta është kaq e bukur. Pra, cili është sekreti, pse nuk e ndani këtë sekret me kandidatët e tjerë, cili ka qenë faktori kryesor me këtë shpejtësi? Përtej atitudës që është një punë shumë e madhe, unë do të shtoja që shpejtësia është në varësi të dy faktorëve kryesor, një nga një anë gjatë asaj çfarë unë i them vitet e përuljes ku Komisioni Evropian i thoshte Kancellit që të hapte negociatat me Bashkimin Evropian dhe neve në refuzuan nga disa shtete, ne me kokëfortësi u përgatitëm për momentin e hapjes së negociatave dhe u trajnuam në mënyrë më të vështirë me gjithë grupin ton, duke u thënë vetes thjesht që momenti jon për të treguar gjërat tona të vërteta do të vi dhe për atë moment ne duhet të jemi gati. Dhe në fakt, kur momenti erdhi, ne ishim shumë të avancuar dhe ndoshta për atë moment të hapjes. Ky ka qenë një proces shumë i gjatë për Shqipërinë, kanë qenë 16 vite. Ju më parë keni folur për të gjitha synimet e Brukselit që kanë ndryshuar qasjet për Shqipërinë edhe për shtetet e tjera. Edhe shtetet e tjera kanë pritur për shumë kohë të gjatë. Sa i takon faktorit numër 2 dhe pikërisht Brukseli që ka ndryshuar approachin dhe qasjen dhe u zgjua, fatkeqësisht ka qenë nevojë për një agresion ushtarak që të zgjonte Brukselin, jo vetëm në nivelin e komisionit, ku kemi parë gjithmonë kokëfortësi, shumë i vrazhd, por i drejt, por dhe në nivelin e dhe të gjitha këto retorikat e zakonshme që ne ju duam, ne do martohemi, por nuk jemi gati të flasim për moment.